është rasti më i madh mbase kryesori për të cilin është themeluar gjykata speciale, por prokuroria që i pati arrestuar 4 nga figurat kryesore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk ishte bërë gati sa duhet për fjalën e fundit. Pikërisht në ditën kur duhej të bënte të qartë kërkesën se më nga sa vite burgim dëshiron të dënohen Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi, kryeprokuroria speciale Kimberly West e la mundësinë që të keqkuptohet. Kjo me dënimi prej 45 vjetësh u përmend si i vetëm, të paktën në përkthimin zyrtar në gjuhën shqipe. Ne i qëndrojmë faktit që ne kërkojmë dënimin e personave konkret. Pra ne nuk kërkojmë një dënim për shtapin e përgjithshëm, por për persona konkret. Ndërkohë, ZPS-ja kërkon vendim dënimi për të gjitha pikat e akuzës dhe vendosjen e një vendimi të vetëm prej 45 viteve mbështetur në kontributet individuale të krimeve të bëra ose të kryera nga secili prej personave, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë të rënda në natyrë. Dhe këto akuza nuk e kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës. Vazhdojnë të mbeten ende shumë të rënda. Artikulimi i kërkesës finale i utoi mediat e gazetarët, disa nga të cilët e dhanë si lajm se bëhet fjalë për dënimin total të 4-shës me 45 vjet burgim. Mirë po ishte i madh edhe numri i atyre që kërkuan sqarime, si nga prokuroria e specializuar ashtu edhe nga dhomat e specializuara. Andaj zëdhënësit Michael Doyle e Christopher Bennett u detyruan të konfirmojnë se bëhet fjalë për dënime individuale e që në total i bie të jenë 180 vjet për të 4 ish çlirimtarët. Vetë se në faqen zyrtare nuk e dha ndonjë sqarim se si ndodhi kjo paqartësi.